A jena gati? Ali Bekim, a jena gati? Regjia, apo fillojmë podcastin inshallah. Hajde, bismillahirrahmanirrahim. Çdo gjë është në rregull, mundemi me fillu edhe një emision i radhës. Selamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Misafir sonte e kena hoxhën e nderuar Sefullah Sefuli. Mirë se erdhe hoxhën e nderuar. Mirë se gjeta. Allah e shpëlbeft për ftesë. Amin. Sot du me fol për një temë që shumë persona flasin, të thojnë, a më si e kanti atje kapi diti kuj hoxhallarve, kupton. Po. Ku i dini ju këto? Ti ke shku atje, je ke qenë atje, a kupton. Dhe ishte me thonë, adi, dallimi mes juve që thoni kështu, edhe neve është se ne e besojmë, fuqishëm e besojmë se ne s'kemi qenë atje, po e besojmë se ekziston, pra ahireti, xheneti dhe xheneti. Kjo është dallimi mes neve dhe juve që u tallni, a kupton, bëjni hajgare, hajde me neve që besojmë në xhenet, që besojmë në hyria e xhenetit, besojmë në kënaqësia e xhenetit. Ndërsa ju vazhdojnë më u tall, a kupton. Okej, Allah ju zoft, inshallah dhe ju besoni se ne, se nuk u dom të keqen, po sidoqoftë tema është për xhenetin ose, të cilën e besojmë fuqishëm që ekziston pas vdekjes. Andaj si pyetje e parë, kush hyn në xhenet hoxh? Valla, në xhenet Allah subhanahu wa taala shpesh e përmend. Po. Më shumë se 10 herë e përmend një pjesë që të ka të bëjnë me se kush do të hyjë në xhenet. Allah subhanahu wa taala thot: "Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannati." Ata të cilët kanë besuar. Pra fillimisht e përmend besimin. Nuk ka mundësi ti dikush në xhenet pa besim. Mirë po, mjafton edhe vetëm kaq? Jo, sepse neve jetojmë edhe me njerëz të tjerë. Prandaj duhet edhe pjesa që të amilus salihati. Këtë lloj të ajetit të Allahut subhanahu wa taala e ka përmendur më shumë se 10 herë në Kur'an Allahu subhanahu wa taala. Pra nuk ka mundësi njeriu të hyjë në xhenet nëse nuk e beson Allahun subhanahu wa taala dhe nëse nuk punon vepra të mira. Mirë po, te besimi në Allahun subhanahu wa taala, Allahu e përmend dhe na ka treguar edhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam se ka shtylla. Pra besimi ka shtyllat e veta, po edhe Islami ka shtyllat e veta. Prandaj duhet mi plotësu shtyllat e Islamit, shtyllat e besimit e pastaj inshallah me lejen e Allahut do të hyjmë në xhenet dhe me rahmetin e tij do të hyjmë në xhenet. Pra kjo është ajo që e ka përmendur Allahu subhanahu wa taala edhe i dërguari i tij. Ajo tjetër që duhet ta them është edhe rasti me atë personit i cili ka ardhur nga shkretëtira. Pra ka ardhur i ka pyetur dërguarin sallallahu alaihi wasallam se më trego çka është Islami. Edhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam vetëm farzet ja ka përmendur, pra shtyllat e Islamit. Edhe i ka thonë ai arabiu, pra ai njeriu beduin, ka thonë, nëse unë nuk shtoj asgjë prej kësaj, edhe as nuk paksoj. Pra ta jap fjalën se nuk do të shtoj asgjë prej kësaj, edhe asgjë nuk do të paksoj. Atëherë pasi është largu ky, u ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse është i drejtë dhe e mban fjalën, do të hyjë në xhenet. Pra vetëm me farzet, me obligimet kryesore do të hyjë në xhenet. Këto do të hyjë në xhenet. Pra nuk do të hyjë në xhenet ai i cili nuk e beson Allahun subhanahu wa taala dhe nuk do të hyjë në xhenet ai i cili nuk i beson parimet e fesë islame, sepse Allahu thon në Kur'an, inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Pra me vërtet feja e vetme e pranuar tek Allahu është Islami. Kjo është pra. Kjo shkruan Kur'an, domethënë nuk është se di jo s'keni tolerancë, jo fe tjera, jo. Kjo shkruan Kur'an dhe ne besojmë atë çka thot Allah. Po. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Pra vetmja fe e pranuar tek Allahu është Islami. Po. Dhe kjo ka shumë argumente pse. Ka shumë argumente pse është kjo, sepse Allahu subhanahu wa taala si përfund për marrë njerëzimin e ka dërguar vullën e profetëve. Që ka treguar se ai i cili i beson këtij dhe me atë çka ka ardhur këtij do të hyjë në xhenet. Ai i cili e refuzon dhe e kthen shpinën nuk ka mundësi ta shijon xhenetin asnjëherë. Kjo pra është nga ana Allahu subhanahu wa taala. Allahu na bëft banor xhenetit. E tash pyetja e radhës, çfarë ka në xhenet? Tash shikuesit se unë e di me çfarë njerëz kanë punë, me çfarë. Shikues më njerë kam me thonë, po ku e di hoxha o kon? Hoxha e transmeton atë çka e thot Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Një herë për gjithmonë kuptoni, hoxha nuk e di se çka ka në xhenet, po hoxha çka ka lexuar, çka ka studiu gjatë studimeve, për çfarë është edhe hoxh. Unë e ti nuk jena hoxh. Ne kena profesione tjera, për çfarë edhe nuk e dim. Hoxhallart e dim se ka studiu 10 vite, 15 vite mbi libra në ne, andaj është përgjegjës për me tregu se për xhenetin, për xhenemin, çka ka në xhenet, çka s'ka në xhenet, çka ka në xhenem, çka s'ka në xhenem, apo kuptoni? Kjo është pyetja pra, domethënë çka ka në xhenet. Po. Fillimisht pyetja apo tema për xhenetin është tema e ghaibit, tema e fshehtë.
Pra flasin për gjërat që ka të bëjnë me fshehtësinë që e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Prandaj gjërat, edhe në Islam është këtu, gjërat të cilat janë të kësaj natyre, pra ilmul ghaib, të dituria e fshehtë, që e di vetëm Allahu subhanahu wa taala, nuk ka mundësi nxirret përveç se nëpërmjet ajeteve kuranore apo hadithe të profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj këto gjëra nuk janë ma mërmendja, ta mërmendja apo mendoj kështu, mendoj ashtu, as me zbulim, as me tentativa të ndryshme, kërkime ndryshme, nuk mund të arrish deri te ilmul ghaib, pra deri te dituria e fshehtë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kjo duhet të jetë diçka që ka ardhur në Kur'an apo në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë vula. Po, edhe nuk kena drejt flasin për këto temë përveç se me argument. Po, ne. Pra janë tema të së ardhmes, të cilat nuk i di askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Pra askush. Edhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk i di, pas edhe meleku më i afërt Xhibril nuk i di, pa i treguar Allahu subhanahu wa taala, sepse janë gjëra të së ardhmes. Po. Prandaj në xhenet ka shumë sende por për të cilat neve i marrmi nga Kurani dhe Suneti. Pra informata të cilat na kanë ardhur nga Kurani dhe Suneti dhe prej tyre pra në xhenet ka ashtu si ka thonë Allahu subhanahu wa taala në hadith kutsi, aty do të ketë gjëra që nuk i ka pas syri. Pra neve edhe pse janë me emra të ngjashëm, ne do t'i përmendim disa prej tyre, me emra janë të ngjashëm, mirë po nuk i ka pas syri asnjëherë, nuk i kanë dëgjuar veshi asnjëherë dhe nuk mund t'i paramendon as mendja njeriu. Pra, wala khatar ala qalbil bashar. Pra nuk ka mundësi ti parafeton ti sa dush ta afrosh parafeturimin ton për një gjë që e ka emrin e njëjtë, pra dhunti e xhenetit, me emër të njëjtë të kësaj dynjas, por nuk është ashtu shumë më e mirë dhe shumë më e këndshme dhe shumë më e lezetshme kështu me radhë. Pra shumë më e mirë se sa neve që mund ta mundesh me paramendon. Po. Është kur se s'bën me marr shembull, domethënë e paramendon kënaqësinë më të madhe që ka në botë. Nuk është, diçka është alo më mirë. Është shumë lart, jo se nuk është. Është Është shumë lart se ajo që e përjetojmë ne në këtë dynjë është me përmasat dhe rregullat dhe sistemin e kësaj dynjë që ka kriju, po ashtu Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa atje ndryshon krejt rregulli. Atje do të jena neve njerëz të tjerë, pra do të krijona prej fillimi. Do të jena njerëz të tjerë, domethënë me përmasa të tjera, me ndjesi tjetër, në dhunti tjera, që janë të përgatitur për atje, jo për këtu. Se e keni shembull të shkurt, për shembull një shami, një pjesë e shamisë të hyrijës del në këtë dynjë e gjek çka kanë to. Domethënë nuk mund ta përballon, është diçka tjetër, përmas tjetër që nuk është për këtë dynjë, është e bëme për atje. A për atje do të jetë hyri shumë e mirë, shumë e këndshme, e heshme, por që ti do ta përballosh dhe do të kënaqesh me ta. Nëse në mesbit vetëm shamia, një pjesë e asaj, e veshjes së saj, në këtë dynjë e gjek krejt. Këtë botën e Pra, djeg. është domethënë parametra që duhet t'i kuptojmë këtë, ndryshojnë. Dynjoja ka tjera parametra, tjera Ahireti. ka ahireti. Po, tjera para. Ku mbete pastaj te mbete te që asyri se ka pas, Po. veshje se ka dysh. Domethënë nëse i marrmi neve çka ka në xhenet. Po. Domethënë Allahu subhanahu wa taala disa gjëra na ka tregu. Domethënë çka ka në xhenet, e na ka tregu se atje bile na ka folë me gjuhën që prap neve kuptojmë. Po. Edhe pse nuk mund t'i paramendojmë, por neve i kuptojmë. Për shembull ka thonë që ka Ibn Taymija shpesh e përmend, thot se Allahu subhanahu wa taala ka përmend xhenetani. Ka përmend dy xhenete që janë përgatitur për el-ebrar. Pra kush janë këto el-ebrar? Janë njerëzit e mirë, njerëzit që kanë një mundur të jenë të mirë në raport me Allahun subhanahu wa taala dhe në raport me të Me tjerë. njerëz. Po. Për këto thotë që janë el-ebrar, Ibn Taymija thotë për këto ka dy xhenete, të cilat janë zbukuritë e këtyre xheneteve janë nga argjendi. Pra edhe zbukurimet që do t'i vishen, që do të zbukurohen njerëzit, janë nga argjendi, po edhe vetë ndërtesat janë nga argjendi, edhe enët janë nga argjendi. Ndërsa thotë xhenetani, dy qera që i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala, që janë për al-muqarrabin, për njerëzit afër të Allahut. Njerëzit do të thonë që Allahu i mban afër, për këto çka do të jenë dy xhenete që stolit e tyre dhe enët e tyre do të jenë prej ari. E pastaj të dyja të kanë përbashkë ato pjesë të tjera që janë përmend në xhenet, që ka misk, domethënë ndërtesat janë njëra prej ari, prej argjendi kështu me radh, malteri apo ajo ngjitja është prej misku kështu me radh. Pra ka shumë gjëra. Pastaj ka përmend edhe llojet e fruteve, ka përmend edhe llojet e pirjeve. Bile Ibn Taymija kur flet për çështjen e xhenetit thotë Allahu subhanahu wa taala pasi e përmend dhuntinë e xhenetit, se çka do të ketë në xhenet dhe si do të janë të veshur banorët e xhenetit, fund wasaqahum rabbuhum sharaban tahura. Thot Allahu në fund u jep edhe një pije. Tahura ka në këtë kontekst është për qëllim pastrim. Pra Allahu pasi i përmend disa
prej stolive që do të veshen ato, banorët e xhenetit thot pastaj do t'i pastrojnë edhe brenda. Do të pinë një pije e cila do të jetë pastrim prej ato, prej çdo gjëje të keqe të mundshme që mund ta kesh që e kena prej gjërave që janë në këtë dynjë, prej zilis, hasedit, domethënë mërzis, gjithçka që është e keqe, që është llogaritë e keqe, ajo nuk do të ekziston. Pra xheneti është krejt e mirë, krejt mirësi dhe nuk ka gjë të keqe në to. Alhamdulillah, Allah na mundsoft. Amin. Pra prej Po. gjërave të xhenetit janë edhe hyrit. Po, hyrit e xhenetit. E doshta çtu me dol të hyrit e xhenetit. Një dilem, hyrit e xhenetit dhe gruaja e dynjos. Po. A do të ketë xhelozi për shembull, nëse Allah na mundson që me gratë tona të shkojmë në xhenet? A do të ketë Mes tyre. Po, Ajo që ka e përmenda pak më herët, çaj ujti, që do të pason krejt. Prira Allahu subhanahu wa taala çka thot, "Wasaqahum rabbuhum sharaban tahura", pra e përmend aty, dhe në një ajet tjetër thot, "Wa naza'na ma fi qulubihim min ghill". Neve do nxjerrim, do të largojmë. Naza'na do të thonë do të shkepim prej zemrave tyre min ghill, çdo gjë të keqe, çdo smundje të zemrës. Pra nuk do të ketë aty haset, zili. Nuk këto janë gjëra të kësaj dynjoje, nuk ju përkasin atje. Pra që nuk do të ketë zili, por do të kenë të afërta. Bile dietarët kur flasin për këtë thonë lenja këtë muhabet. Mos u merrni me atë, se atje Allahu na ka treguar që do t'i largon këto gjëra. Ju merreni në dynjë sepse gratë prej këtu ka gra që bëjnë pyetje dhe shohim se shumë është pyetje e frekuentuar, që thonë se gruaja ime apo vetë ajo pyet thotë shumë jam xheloze kur përmenden hyriet ndaj burrit tim. Adaj këtu duhet ndalen shumë, është një pikë shumë e rëndësishme që do ta sqarojmë. Se dietarët kur u kthejnë përgjigjen thonë që ju merrni me veten tuaj. Lënë çështjen e ahiretit dhe zilisa që atje Allahu e ka rregulluar këtë çështje. Këtu është problemi. Këtu janë këto gjëra prezente, prandaj këtu do të veprojmë dhe të punojmë me veten. të këshir këtë dynjë rregullojë xhelozin këtë dynjë. Ti kështu ti bën, domethënë merru me veten. Çka? E inshallah fiton xhenetin. Prek nga rrjedh kjo. Ka problematik që rrjedh kjo prej dikuni, kupton? Më shumë ti problematike që kanë njerëzit sot, qoftë meshkuj edhe femra, nuk ka domethënë dallim këtu, është prioriteti në dashuri. Pra kanë problem të madh edhe muslimanët, flas muslimanët të cilët janë praktikues, kanë problem me prioritetin, pra kënd duhet ta duan. Ne dinë shumë mirë rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dërdu Omerit. Dhe ka pyetur se kanë do më shumë. Ai ka thonë krejt e dua Allahun më shumë ti, edhe pejgamberi më shumë ti se krejt përveç vetes. Ka thonë jo Omer. Nuk është kjo ajo që li para Allahu prej neve. Pastaj Omeri thonë dietarët Omeri është ndarë dhe ka mendu. Dhe e ka krahasu kur ka qenë para se marrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pasi ka ardhur, pra jetën e vet. Para se marrë i dërguari sallallahu alaihi wasallam edhe pasi ka ardhur. Dhe kur ka pasur far ndryshimi se e ka nxjerr prej errësirës në dritë, ka thënë ja Resulullah, kjo ka ndodhur me milisekonda, në moment. Ka thënë ja Resulullah, Allahun dhe ty du më shumë edhe se veten time. Ka thënë elani ja Omer, tash po. Dhe kjo është problemi kryesor. Jena ndikuar, pra gratë, motat muslimane ndikon nga gjithçka. Serialet e ndryshme, to mediat e ndryshme, ndikon, pse ndikon? Sepse aty promovohet që kjo, domethënë promovohet dashuria e Romeo e Julietës, dashuria domethënë që është romantika, nuk është dashuria e realte ajo. Po nda. Muslimani dhe muslimanët duhet ta kenë këtë folder të parë. Pa folderi i parë i dashurisë është Allahu, i dërguari i tij, më shumë se veten. E tash kur e duam ne më shumë se veten, kur duhet ta duam më shumë se veten, atë nuk vjen në shprehje dikush tjetër përveç vetes. Që të duam më shumë se sa Allahun dhe të dërguarin e tij. Prandaj kjo është çështje prioriteti. Duhet Allahu i dërguari i tij, pastaj vetja, pastaj tjerët. E jo të pretendoj se unë du burrin më shumë se sa vetja. Kjo nuk ngjet, domethënë nuk është e saktë. Por pra kena problem në këtë çështje. Kur muslimanët mësohen që ta duan Allahun, pastaj të dërguarin e tij, pastaj veten e pastaj njerëzit tjerë, atëherë inshallah këtë problem nuk do ta kenë edhe nuk do të pyesin kësaj lloj pyetjesh, pra çështjen e xhelozisë, kujt diçka. Domethënë s'ka xhelozi në dynjë mes hyrive, mes edhe jo, nuk ka. Por do të nxjerr krejt. Por bashkëshortja e dynjës do të jetë hyrje kryesore apo? Po do të jetë më e mirë. Më e mirë se ato. Pra sepse ju dini shumë mirë favoriti i xhenetliut. Po. Ajo ka qenë ajo se Allahu subhanahu na bën me dije në Kur'an dhe thot se njeriu që është çudit, janë habit me lekët se çka do të krijon Allahu kur i ka kriju fillimisht Ademin. Pra në habit se kanë pas shembull para prakt keq prej xhinëve, se xhinët janë krijuar më herët. Po. Dhe Allahu subhanahu va bën me dije edhe atyre se di atë që ju nuk e dini, por edhe në sure tjetër përmend ku thot ulaika hum khairul bariyah. Pra
pra ata të cilët besojnë dhe bojnë vepra të mira, janë krijesa më e mirë. Pra thonë dietarët dhe komentuesit e Kuranit, thonë që ka mundësi të ngritet e më lart se meleku. Me veprat që i bën, me besimin dhe veprat që i bën, njeriu mund ngritet edhe ngrata më të larta edhe se melajët. Subhanallah. Sepse e kanë është i lirë. A melekët janë të krijuar ashtu që çka u thot Allahu ato veprojnë. La yasun Allah dhe nuk i ja kthejnë urdhin asnjëherë. Prandaj kjo është ajo që do të neve ta intereson. Se njeriu mund të arrijë në gradën më të lartë të mundshme. Por këtë e bën me nëpërmjet gjërave të cilat i ka përmendur Allahu dhe i ka përmendur i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Hoxha, diçka po do më të pyet. Gruaja, një femër për shembull, e cila ka qenë e pamartuar në këtë dynjë. A do të martohet në xhenet? Dietarët kur flasin për këtë çështje, Po. e flasin se nuk ka mundësi të arrihet kënaqësia, sepse xheneti, për xhenetin thot, walahum fiha ma tashtahil anfus walahum fiha ma tad'un walakum fiha ma tad'un. Pra e përmend Allahu subhanahu wa taala se në xheneti është i bëm që ti të kënaqesh të dhe të kesh kënaqësi të pakufishme. Pra do të kesh, domethënë, do të jesh në një situatë që ti duhet të plotësohet e kënaqësia dhe çdo gjë e cila plotëson atë kënaqësi ti do ta kesh. Prandaj thonë mbas këtij ajeti që Allahu subhanahu wa taala e përmend se atje do të kenë gjëra që do të kënaqet shpirti dhe do të jenë të gëzuara, thonë këtu hin edhe ajo se do të kanë mundësi edhe të martohen sepse është prej plotësimit të kënaqësive të tyre. Pra nëse dëshirojnë martohen. Nuk është patjetër, por nëse duan të martohen. Bile thonë dietarët, ka edhe raste kur burrat vdesin të pamartuar prej muslimanëve, ka raste që prej mendimeve të dietarëve që ato do të bashkohen atje. Domethënë këtu ka qenë gruaja muslimane e pamartuar, ka vdek apo e kalon burri, e ka shkurrizuar burri, në anën tjetër edhe ki burri asnjëherë nuk është martuar, apo edhe për këtë arsye çka, nëse nuk ka qenë i martuar, thonë që ka shansa këto t'i bashkon Allahu subhanahu wa taala në xhenet. Pra kjo është një prej mendimeve të dietarëve. Mirë po, ajo që na intereson neve se Allahu na tregon që atje ka kënaqësi dhe do të plotësohet kënaqësia maksimalisht. Dhe për këtë arsye, nëse asaj grua e cila nuk ka qenë e martuar këtu apo e kalon burri, e ka shkurrizuar burri, atëherë nëse asaj nuk plotësohet, domethënë ajo kënaqësia aq sa duhet, atëherë domethënë do të martohet dhe do të nuk ka kurrë të keqe thënë dietarët se për të martuar një grua atje. Hoxha, në këtë dynjë për shembull, sa do të mira më pas bezdiset njeriu. Po. Sipas atyre që i kanë përjetuar. Domethënë, nëse s'ka pa di unë, në plazh, disko, femra, s'po di, edhe këto që i kanë përjetuar, Kënaqësi domethënë. kënaqësitë e kësaj dynjës nuk janë rahat, bile edhe në drogë, kanë dalë kokain, pastaj heroin, sen. Po. Nuk ka fund kënaqësie. Nuk kënaqesh, domethënë Po, nuk arrin. bezdisen kënaqësi. Po. Në xhenet ato të ketë bezdisje. Për shembull, 1000 vjet kënaqësi, kena më për shembull, xhenetliu ka më kënaq. Edhe ajo kënaqësia do të ketë në çfarë bezdisja. Thashë kjo prap kthehet te fjala më herët se parametrat janë ndryshëm. Mirë po. Si pyetje bëhet shumë. Po. Domethënë shumë njerëz thonë di se e krahasimin e bëjnë me dynjë. Po dhe me s'ka problemi, si krahasimi me dynjën. Po, nuk është keq ki krahasim, ta bësh domethënë që pastaj kur ta kuptojsh anën e xhenetit që të jesë nxitje për ti, nuk ka keq kjo. Po, da. Se Allahu me qëllim e përmend disa fruta të xhenetit me emrat e këtuit, për shembull e përmend mollën, kështu me radhë e përmend shekun, e përmend për shembull arin, argjendin. Qumshtin, mjaltin. Këto i përmend pse? I përmend që të kenë një farë se ja dim pak shihen këtu, ja dim pak kënaqësinë e kësaj dynjoje. E që të kesë si nxitje për atje. Po. Dhe për këtë arsye ne themi kështu, apo dietarët na kanë mësuar dhe na kanë thonë se Allahu subhanahu ka përmend Kur'an që gjithmonë do të ketë kënaqësi edhe do të ushtohet kënaqësia, nuk do të shkon te poshtë. Po gjithmonë do të edhe kur ushtohet kënaqësia njeriu nuk ka bezdi. Mirë po, nëse krahasohet me këtë dynjë, ti e din shumë se në këtë dynjë kënaqësitë kanë afat, kanë limit. Po jo vetëm kaq. Nëse ne shkojmë pak ta analizojmë edhe më thellë, për shembull, dikush i dhon pas ushqimeve, i don mëlsinat shumë. Edhe ai e din shumë mirë se kur hanë mëlsi kënaqet shumë. Mirë po, në anën tjetër e din që mjekët thonë nëse tepërohet sheqeri ka efekt ansor. Sheqeri del. A kupton? Njëjtë merre çka dush, njëjtë brumat kush i ka merr domethënë pastat të ndryshme. Kolesteroli. Ka domethënë efekt ansor. Gjë nuk është. Sa kënaqesh, e keni fond. A gjë nuk ka efekt ansor. Prandaj edhe kjo do të merret parasysh, se në xhenet është vetëm e mira. Nuk ekzistojnë këto gjëra të këqija të kësaj dynjore, se nxiren. Pra i dërguari sallallahu alaihi wasallam kur e përmend dhe thotë ditën e gjykimit do të hyjnë njerëz në xhenet. Do të kenë fytyrat sikurse hana 15, do të jetë sikurse ai ylli më i shëndritshëm që janë qiell. Pastaj do të kapen thotë dorë për dorë këto, dhe do të hyjnë bashkë në xhenet si vëllezër. Nuk do të ketë mes tyre hidhnim, mërzi,
qortim, haset, nuk do të ketë, do të hinë krejt që kur një trup, thot i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si me qenë një trup. A ka një njeriu mundësi të bën xhelozi ndaj vetes? Nuk ka mundësi, bro. Njeriu nuk xhelozon veten, se xhelozia kur paraqitet, do të jetë ndoshta me një profesion, koleg të punës, hoxhallar, të dy hoxhallar, njëri thirret, njëri stiret, këti bëjnë më shumë sa këti, këtu lind ajo. Apo profesion, për shembull, janë me një firmë bashkë punojnë programera, pa marrë parasysh çfarë profesioni, aty hyn ai xhelozia. Ku janë gati si një kategori. Po. Në xhenet. Atje nuk ka. Aty knatësi, s'ka xhelozi. Na ka tregu, na ka thonë që do të hinë si një trup të jenë atje. Pra nuk do ketë, edhe që pastaj nuk ka edhe nevoja fiziologjike. Pra nuk ka gjë të keqe. Gjithçka që ta prish në këtë dynjë, qetësinë, pra që të shqetëson, aq nuk është. Prandaj nuk mund të bezdihesh. Edhe Allahu subhanahu wa taala na ka treguar, domethënë se do të ketë gjithmonë më tepër. Domethënë do të shkojë e kënaqur me më tepër. Po edhe bezdia nuk ekziston prej pikës së parë, domethënë nuk ka bezdisje. Prandaj nuk ka keq të parashtohet si pyetje, por edhe ti jetë përgjigje është mirë. Përgjigja ishte shumë e mirë, ti e përmendë veç alhamdulillah, kjo është prej kulturës, domethënë ëmbëlsinë edhe mishin ato ushqimin, po unë çka kum intervistuar edhe kum bisedu me njerëz cilën kanë treguar për shembull ose kum lexuar, kupton, kum po dokumentare se. Është se për shembull edhe ato që kanë pi drogë për shembull, pi kokain, edhe vën fundit që mos të kënaq. Apo kupton, nuk ka efekt. Nuk ka efekt, po. S'ka efekt edhe del dhe një drogë që matron derisa të vdesë. Po. Derisa nuk e përballon. Po ashtu edhe te zinaja. Ka njerëz që kanë provu manekenka, mos ka kënaqësi. Do të thonë është bezdis. Allah na rit nuk ka po pastaj edhe homoseksual, apo kupton, derisa u ka shmend këtë, apo kupton. E kështu me radhë, domethënë, xheneti domethënë s'ka bezdisje, domethënë kënaqësi mbi kënaqësi. Po. Alhamdulillah. Edhe është interesant kjo që e përmend ti, kupton. Problemi kryesor është se njerëzit e kërkojnë kënaqësinë jo aty ku duhet. Po, da. Kupton. Jo aty ku duhet. Edhe kënaqësinë Allahu na ka treguar, nuk ka mundësi, se kënaqësia nuk është fizike vetëm. Po, da. Është edhe shpirtërore. Pra, për të qenë njeriu i kënaqur, mora ti plotson të dyja, të dyonat. Dhe Allahu na ka treguar Allahu subhanahu wa taala, ka thonë gjithçka çka u rrethon. Bash gjithçka është e krijuar për njeriu. Pastaj njeriu dhe xhenet janë krijuar për ta madhëruar Zotin. E ti nuk ka mundësi këtë shpirt që ka krijuar Zoti, e di më së miri se çka e kënaq ato. Nuk ka mundësi ai të ngopet apo të kënaqet përveç me atë që me fjalën e Allahut, ma që ka treguar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj është shumë e rëndësishme të kuptohet kjo. E këto që e kërkojnë kënaqësinë vetëm në aspektin fizik, dështojnë. Dështojnë s'ka mundësi ti je krejt depresion fund. I bën krejt analizat i top në aspektin fizik. Top je. Edhe i bën krejt kënaqësi që i ke, prap nuk i rahat. Pse? Është pjesa tjetër. Asaj mungon, domethënë i mungon kënaqësia, mungon ajo ai ushqimi që ushqen ato. E nuk ka mundësi të ushqehet njeriu ta ushqen shpirtin me diçka përveç se me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Pra me bindje ndaj Allahut. Kjo është ajo e cila neve duhet ta kena parasysh. Alhamdulillah. Ne ndodhin këto raste që ndodhin, pra njerëzit kanë shqetësime ndryshme, se kërkojnë kënaqësinë aty ku s'duhet. Kërko aty ku duhet edhe je rahat. Një pyetje tjetër, xhenetliu, banori i xhenetit, a do të mundet të shkojnë në xhenem për të shikuar xhenemlit? Armit çka i ka pas për shemb. Që shpesh bëhet, po. Se si vuajnë xhenem. Po, do të shkohet, domethënë edhe përmendet edhe në ajetën edhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Allahu subhanahu wa taala e ka treguar në surën Araf përmendet, thot do të pyeten. Pra ashabul janna do të shkojnë dhe do t'i pyesin ashabun nar. Pra banot e xhenetit do t'i pyesin banot e zjarrit, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. A e gjetët atë çka Allahu u premtoi? Prandinjo domethënë. Allahu ka premtuar ndinjo, i din akiti, lexojmë ajetet. Janë ai i cili i bindet Allahut dhe të dërguarit i tij dhe vepron vepra të mira kështu me radh, do të hyjë në xhenet. Kush e kthen shpinën e Allahut, do të hyjë në xhenem. Edhe tash do të kese bisedim. Do të shkojnë banorët e xhenetit, do t'i pyesin banorët e xhenemit. Prej shokëve të tyre, pra të gjithë ata të cilët i kanë njoft. Do të t'i pyesin, a e gjetët atë çka va premtoi Zoti? A do të thonë kalu bela? Thot po. Naam. Pra po. Thot po ju a e gjetët? Po edhe ne e gjetëm. Edhe ne, edhe ne e xhenetit. Edhe më interesant tot dietar kur e komentojnë këtë ajet. Thonë kjo është plus shtesë mirësie për xhenetlit. Se e shohin se ku kanë pas mundësi të jenë, e ku janë. Plus mirësie. Kjo vazhdon mirësinë. Kjo ndoshta në atë moment mund neve të na duket se duhet me udhim të ato, por nuk ka atje vetëm se gëzim ka sepse aty ke mund të jesh edhe ti.
Prandaj banorët e xhenetit çka do të vazhdon kjo ditë komentuesi thonë që kjo vazhdon edhe më tepër gëzimin, sepse Allahu i ka shpëtuar prej atij vendi. Pastaj është interesant se kur vjen çështja te vizita, a ke vizitë? Normal ke drejt. Kupton. Mund të shohësh bile do të tallesh me ato të cilat ti ndoshta i ke thirr që ato të bindën por nuk janë bind. Pra ka marrë rrugën e shejtanit, pastaj Edhe janë tallë me neve. Po, edhe bile është interesant se Allahu subhanahu wa taala na përmend dhe thotë se al-khilau. Al-khila do të thonë është Khalil, është nga fjala Khalil, do të thonë ajo që Allahu e ka zgjedh Ibrahimin Khalil. I dash. Miku më i afërt. Nuk kam, do të thonë është shoqënia pastaj vjen el-Khalil. Kupton, vjen ai që është më i afërt. Ja, Dhe pejgamberi sa ka thonë, unë kam dash të jem Khalilullah, por se ka qenë Ibrahimin alayhis salam Khalilullah nuk kam dash. Do të thonë ty mes asaj. Dhe Allahu thotë për këtë lloj njerëz, do të thonë miq më të afërt, nuk ka miq më të afërt se këto. Ka thonë el-khilau yawma idhin adu ba'duhum li ba'din adu. Addit këto miqtë e afërt do të jenë domethënë armiqtë e njëri tjetrit. Kjo çka na bën neve me di. Kjo na bën neve me di se addit domethënë ti edhe shoku yt i ngushtë, nëse nuk ka qenë prej banorëve të xhenetit, ti ato do ta urresh. Moment. Domethënë moment që ndahen safat, ti më nuk e do ato. Kjo premtim nga ana e Allahut subhanahu wa taala, sepse ai nuk e ka pasur Allahu subhanahu wa taala, dhe automatikisht Allahu ta nxjerr prej zemrës këtë dashurinë ndaj tyre. Subhanallah. Ojo, shpesh, jo shpesh, po ekstra shpesh, këto pabesimtarët që flasin shqip, tallen me hyrit e xhenetit. Gjithsesi thonë, keni mu taku ju me virgjiresha, sen, adi është një tallje nga ana e tyre. Shpesh, adi, sidomos të hyrit, e kanë atë numër 1 për mu tallë, adi, mendojnë se janë qesharak. Po. Çfarë komendi kira të kësaj? Shife, ma shumë këtë bëjnë ato që janë pak si ateiste sa hapi. Edhe tonit. Është interesante edhe pe tonëve po. Da përmendi një fjalë, ka përmend njëri Paul ka emrin se jam i sigurt mbi emrin e tij, është konvertuar, domethënë është konvertuar nga është i prendimit, është konvertuar në Islam. Po është profesor i njohur. Ai përmend thotë ka musliman sekularist. Musliman sekularist. Çka është thotë muslimani sekularist? Kjo shumë fjalë me vend subhanallahu. Kur ta shohësh. Ai thotë muslimani sekularist kush është? Ai i cili thotë beson se Allahu është krijues i gjithësisë, i krejt këtij universi, krejt këtyre maleve, kodrave, sende gjigante, diellit, tonës, planeteve, krejt këto, thotë nuk beson se i njëjti Zot ka mundësi të formon apo krijon një sistem të shtetit që ai shteti të udhëheqet me to. Ky është muslimani sekularist. Pra pranon këtë të parën që është shumë gjigante, që Allah ka mundësi edhe sistemin e ka kriju, domethënë që sa hecën universi, domethënë lëvizin ato orbitin e vet, dielli, hana, krejt janë. Këtë thotë e beson, kur ta pyes thotë po, Allahu është krijuesi i kësaj. I njëjti thotë mendon që nuk është valide Kurani si kushtetut për mirëmbajtjen e sistemit të shtetit. Fjala e Allahut. Fjala e Allahut. E thotë ky është musliman sekularist. Edhe kjo është shumë njerëz që problematik. Të ateistat sidomos. Ateistat fillimisht mendoj që dhe besoj se nuk ka ateist në aspektin e besimit në Zot. Sidomos kur vjen në zor. Çaste të vështira. Mirë, po çështjet e tjera që janë pjesë të besimit për ahiret e kështu, i mohojnë, i duken tallje kështu me radhë. Mirë, po ajo që kur mohon ateisti diçka, domethënë i ngjan ndoshta, sidomos nëse është prej pak si besimtar, po edhe mbahet si ateist, i ngjan sikur është shembulli i asaj dhelprës kur është mundu ta kape rushin. Është mundu 1 herë, 2 herë, 3 herë, dhe çka ka thonë në fund? Palesa i thartë është ky rush. Zban. Se pipo pa mundësish. E kjo është e ateistit, domethënë. Ata thonë diçka nuk ekziston, që është diçka e vërtetuar. Pra, çështja e botës së ahiretit, edhe gjithçka që kanë të, është diçka që Allahu na ka premtuar. Dhe nuk është diçka e Islamit, se ato kur e flasin krishterët, që janë tashmë modern, dhe kanë arrin teknologji shumë më lart, kur e flasin ato e besojnë. Edhe thonë është e kapshme. Kur e flasin muslimanët jo, po ajo është e njëjta gjë. I njëjti Zot është atëherë dhe sot. Edhe ata flasin për xhenetin, për xhenemin, edhe ata flasin për hurul. Pra janë gjëra të cilat historia ka dëshmuar që ekzistojnë. Dhe nuk është e logjikshme, sidomos sot që ne shohim lajme nga vende të ndryshme të botës, na arrin lajme që kanë ndodhur 10.000 kilometra larg. Tash është më kollaj të kuptosh sistemin e dinjos. Pra kur tash neve e shohim se sa zullum është duke u bënë nëpër dinjë.
sa të këqija bën, sidomos tash në kohën e fundit Në Gaza. në Gaza çka ndodh, e shoh që ai rifi vret sa fëmijë. Do rrihet ndoshta numri edhe 100.000 njerëz dhe në fund do të vdes vdekje normale pa i dhënë përgjegjësi asku. Logjika e shëndosh thotë që nuk mund të jetë kjo e shëndosh, sepse shumë zullumtjar i madh. Ki tjetri s'ka bë asnjë zullum, krejt të mirat i ka bë edhe vdes njëjtë sikurse ki. Bile këtë ndoshta këtë zullumqarin disa do ta madhrojnë, këtë nuk e një askush do vdes aty do të qefinoset, do të shtihet ndej. Mirë po ka qenë musliman i mirë. Edhe thash këto dy Se janë barabartë. nuk janë barabartë. E ku ka më marr haki këtij edhe ku ka më dhënë shërblimi këtij. Alhamdulillah që janë dita e Një gjykimit. stacion tjetër. Nuk mund të jetë si stacioni i fundit vdekja. Nuk mund, logjika e shëndosh nuk e jep. Sikurse nuk e jep logjika e shëndosh që për ekzistencën e Zotit. Pra Zoti ekziston, patjetër kur gjithçka që na rrethon neve ka pas një krijues, një fillestar që ka bë, edhe Zoti për këtë gjithësi patjetër të ketë pas dikush që e ka kriju. Prandaj çështja e ateistëve kur tallen ato është diçka çka shumë e cekët. Diçka shumë e cekët, do të tallen me gjëra të cilat ato nuk i besojnë se do të ekzistojnë, mirë po edhe aq që duhet ti besojnë, sepse nuk do t'i shijojnë asnjëherë. Po, Nuk do t'i kenë nasip. po, po. Hoç, a ka vdekje në xhenet? E kjo është pyetje shumë e rëndësishme. Prej gjërave të cilat e përmendin dietarët është se xheneti është i përhershëm, apo. Pra dallim prej dynjas, dynjaja ka afat. Sa të jetojmë, ka pas gjeneratat e para kanë jetuar me mira vete, por ka ardhur fundi edhe i tyre. Edhe dim se sa gjenerata kanë kaluar para, do të kalojnë edhe derisa ndodh dita e gjykimit edhe do të fillon ajo realia çka është. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon pra ditën e transmeton Ebu Said el-Khudri, thotë se ditën e gjykimit, pra i dërguesi sallallahu alaihi wasallam tregon se ditën e gjykimit pasi ndahen më. Dhe kjo shumë rëndësi të ceket, se pasi ndahen më xhenetlit për xhenet dhe xhehenemlit për xhehenem, tu edhe hyn edhe njeriu i fundit që do të del prej xhehenemit për xhenet. Pra edhe ki kur do të hyjë në xhenet, pas asaj më nuk ka, do të mshilet dera e xhehenemit dhe do të mshilet dera e xhenetit. Pra nuk do të ketë më as aty hymje, as këtu. Atëherë thot Allahu subhanahu wa taala do të bjen një dash të ngjyrën e përhimt. Dash po. Domthon dash me ngjyrën e përhimt dhe aty çka do t'u kthehet xhenetlive. A e njihni këtë? Ato e kanë përjetuar krejt, e kanë përjetuar vdekjen. Thot po e njohim, e dim çka është. Do t'u kthehet xhenemlive. A e njihni kush është kjo? Pra kush është kjo? Po e njohim. Se e kanë përjetuar edhe ata vdekjen. Edhe atë do të therret ai para Do të gjithëve. thonë dash, vdekja në formë dash. Dash, po vdekja do të jenë në formë dashit dhe do të therret. Kur do të therret do të thuhet xhenetlive khuludun fiha, pra ju aty do të qëndroni përgjithmonë. Kënaquni se s'ka vdekje. Nuk ka më. Do të thonë kretësia do të vazhdon deri në pafundësi. Edhe xhenemlive, pra do të thuhet prej tashma nuk ka maut, nuk ka vdekje tek ju, Vujni se vuni s'ka më për vdekje. gjithmonë. Por po tham, kjo do ndodh kur pasi del më i fundit i cili ka qenë në xhehenem është gjegë gjithë, është pastrohet por ka pas iman. Do të nxirret pasi kalon kin xhenet, atë do të ndodh kjo. Kjo ndodhi që do të therret vdekja dhe më nuk do të ketë vdekje pas saj. Pra në xhenet kënaqësi për gjithmonë, në xhehenem vujtje për gjithmonë. E tash xhenetliu kur ta marrë këtë informat, gëzimi do të shtohet alo më shumë se për shembull kur ti shoh gjitha do të mira, gjitha do të kënaqësia e di që mo këto viç kam i përjetu. Po. S'ka me vdek, do të thonë, s'ka më zhdu. Po shumë. A xhenemliu kur ti shoh vujtjet e mëdha, Edhe marr. dhimbja alo më e madhe. Po e din që nuk do të del, Po. vetë do të përsëritet. Çka ka përmend Allahu Se në këtë Kur'an. dunjo kur hek njeri, e di, i vene vun, thot, e di, vdekja e kërkume më është, e di, Po. Po të qenem, Ja s'ka. s'ka Se vdekje. edhe nëse digjet që ka përmend Allahu, digjet lëkura prej zjarmit xhehenem, dhe pse do të jetë lëkurë tjetër atje. Po, e tra. Trupi i njeriu do të jetë shumë më i madh, që ta ndjej dënimin apo kënaqësinë në anën tjetër më shumë. Do digjet ajo prej zjarrit, se zjarri është shumë më i fortë se sa i dynjos. Po. Mirë po çka Allahu që mos ta përfundon vujtjen e tij, do t'ja ndërron likur tjetër, përsëri dhimbje. Kjo do të vazhdon pa ndërprerje. Prandaj është mirë që njeriu të kthehet në vetë se ti folë vetes. A ja vlen për disra kënaqësi, të afatizuara, me kontraefekt apo me efekt ansor, të kësaj dinjoje ta humbi këtë që është e përhershme atje. Apo mjafton që të kërkosh mbrojtje që mos të hish në xhehenem. Xhehenemi është shumë i keq. Xhehenemi është shumë i keq. Nuk një sekond me hi. Domthonë i dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka treguar dhe ka thonë kur njeriu i cilit i ka dhënë Allahu këtë mirat kësaj dinjoje.
Habe një sekond, ai ka përmend një çast, jo sekond, një çast me shtin në xhenem edhe me nxjerr, thotë ke pa dinit keqe, s'ka pa. Kjo shumë rëndësi kupton. Këto çështje që janë duhet mi kuptu njeriu se xheneti dhe xhenemi të kësaj natyre. Pra, khuludun përgjithmonë këtu edhe përgjithmonë aty. Përgjithmonë këtu, përgjithmonë aty. O Allah na ban xhenet. Amin ya Rab. Prandaj duhet të kena parasysh të çështjet i marrin parasysh se është reale. Është reale. Bile këtu do ta cekin një çështjen e xhenetit. Po. Njeriu kur bëhet gati, për shembull, një javë përpara se me shku në pushim. Apo do shkojë për shembull në detja, ku tjetër. Edhe beson sigurisht prej asaj që ka pa në bookinga apo pa marrë parasysh, e ka pa domethënë hoteli, çfarë kualiteti ka, ushqimin aty, a ka pishinë, s'ka pishinë, a ka ku e ka plazhën, a ka pa me nga detja jo. Mirë, po çka një javë përpara, ende s'ka shku. Është i sigurt se çashtu ka me qenë prafërsisht. Çka e ka pa, çat do ta priton. Pra beson që ajo ekziston. Po. Vetëm se duhet kimë shku deri atje. Veç me shku me përjetu. Po, njëjtën bindje do ta ketë muslimani për xhenetin. Nëse nuk arrim ta kemi këtë bindje për xhenetin, neve do të humbim. Pra, është këto kënaqësi që përmend Allahu që do të përmendim disa prej tyre, duhet tina të bindshëm se ato janë. Janë të na pritet që kena me shku me përjetu. Si thonë dietarët apo pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kam vetëm vdekja që na ndan prej tyre. Vdekja është që na ndan prej tyre. Neve do t'i përjetojmë. Nëse jena në rrugt të Allahut, do ta përjetojmë do t'i përjetojmë krejt këto kënaqësi që ka përmend Allahu dhe i dërguari i tij. Mirë po, vdekja është ashtu e ndarse për vuajtjen në xhenem. Nëse nuk jena në rrugë si duhet, ashtu që na urdhon Allahu subhanahu wa taala, ti bindën Allahut, urdhnave të tija, të largohemi prej ndalesave të tija, atëherë vetëm vdekja na ndan prej vuajtjes së përgjithmonë. Pra vdekja si e përmendet ti, nuk është ndarse për vuajtjet, sepse prej aty fillon. Aty është realiteti dhe në momentin e vdekjes krejt ateistët e dinjos, krejt që nuk kanë besu Islamofobët. Po, krejt islamofobët. Krejt kur ta shohin se meleku është duke ardhur ja marrë shpirtin. Bile se ka qenë i keq në atë formë më të keqe që ka përmend i dërguari sallallahu alajhi wasallam. Në atë formën e trishtueshme, do të trishtoje, atëherë ti bën qartë krejt çka kanë dëgjuar për fenë. Krejt. Edhe prej aty janë izvojtja. Prej atij momentit të parë kur ai vdes. Është ajo realiteti. Kjo si ëndër kjo dinjo. Siç ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë ti në këtë dinjo rri sikur se një udhëtar. Pa dënia në ka shembulltu, e ka pru si shembull një drum në mes të rrugës. Ndalesh, pushojsh sa ke nevojë dhe vazhdosh. Kjo dënjoja. Realiteti është pastaj, pas dekësh ajo realja. Prandaj duhet të jena pak të kujdesshëm që të kena parasysh këto çështje. Alhamdulillah, Allah na vot vërtet. Allah na mundsoft të pranojmë xhenetin. Hoç kur flasim për xhenetin, gjithmonë hoxhallar kur flasin, shpesh e hasin një koment ku thonë pralla arabe. Ju po flisni pralla arabe. Xheneti, xhenemi, hadithet, ajetet Kuranit, ju doket atyre prall arabe. Çfarë kisha thënë Po për kjo është tash kjo mungesë e diturisë apo mungesë e njohurisë në histori. Kjo themi që 1400 vjet ka qenë te arabët. Po. Dhe nga profeti i fundit ka ardhur si arab. Mirë, po kjo ka qenë para ti. Pra ne shumë mirë që Evropa e beson këtë. Edhe para se marrë i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë ky besim që ka xhenet xhenem. Prandaj çështja e kësaj është shumë më e madhe se sa themi pralla arabe. Këto janë çështje që Allahu i ka dërgu, i ka zbrit. Pra janë gjërat e cilat dikujt i duken pralla, por në anën tjetër janë gjërat e cilat do ta shpëtojnë njeriu. Çto pralla që ato i quajnë pralla, janë zbritur nga Zoti i gjithësisë, që nëse i pyet disa prej tyre ato e besojnë Zotin. Pra e besojnë Zotin, ne e besojmë thot Zotin, por nëse ti e beson Zotin, duhet ta ndëgjosh dhe ta shohësh se çka ka porositë e Zotit. Nuk e thon vetëm bezimin e Zotit. Prandaj, ai njeriu i cili beson Zotin të thotë jon pralla arabe, ai ka problem. Sepse ai njeriu i cili e beson Zotin duhet ta shohë ki Zoti, a ka lënë ndonjë mesazh për ta? A kërkon diçka? Pra pasi është Zot, Zoti ka jep urdhra, jep ndalesa, jep veprim e kështu me radhë. Prandaj këto janë fjalë boshe, janë niveli i njerëzve më të ulët. Thonë pralla arabe për diçka që është vërtetuar, që është Kurani, domethënë mrekulli sot edhe derisa të ngritet nga ana e Allahut. Është mrekulli që Allahu i sfidon aty jo një sure, jo një ajet. Vetëm një ajet domethënë, jo një kapitull komplet, një ajet në ta bin sikur se Kurani i ka sfiduar me njerëz me xhin. S'ka mundsi. Pra kjo është mrekulli vetë. Edhe tash bile këto zbulimet e reja çka bëjnë, çka janë tu dal, që vetëm e verifikojnë. Këto ne nuk marrën prej tyre. Ne besim Allah, ne besim Kur'anin ashtu si ka zbrit. Po. Ne na mjafton ajo që është nga ana e Allahut. Mirë po, mrekulli që tregon se është mrekulli i Kur'ani është një që nuk ka ndryshuar. Që 1450 vjet. Dhe çka?
Edhe ai sfidimi vlen prej kohën e pejgamberit deri sot vlen. Ai sfidim. Nuk ka mundësi mendja e njeriu e kufizuar të sjell diçka të ngjashme si ai. Sepse janë gjëra fjalë që ne i kuptojmë. Janë fjalë që i përdorim ne për ditë ndoshta. Mirë po, radhitjen dhe ashtu si ka pru Allahu subhanahu wa taala nuk ka mundësi askush ta bën, se është sfidim nga ana e Allahut. Dhe Allahu e ka mbrojtur Kur'anin për ndryshim nga librat e mëhershëm që nuk ka qenë të mbrojtur sikurse është i mbrojtur Kur'ani. Prandaj këto janë fjalë boshe, janë fjalë që njerëzve të ulët. Pasi që të vdesin, do t'i bëjmë pishman këto që ka thënë për Allah Araba. Nëse vdesin me çështje bindje. Po, nëse vdesin. Allah ju zoft, Allah ju mundsof që ta kuptojnë se realitetin e fesë. Hoc, a do të jemi në xhenet, inshallah nëse jemi banor të xhenetit me familjarët bashkë? Baba, nana, fëmijët, bashkëshortja. Normal, domethënë edhe atë që përmenda më herët, po edhe kjo prej plotësimit të mirësisë në xhenetit është që ti të jesh me njerëzit e afërt të tu. Sepse atje do t'i kesh, domethënë, çato njerëz do t'i kesh babë, domethënë nuk ndryshon ky realitet. Babën do ta kesh babë, nonën do ta kesh nonë, edhe fëmijët do t'i kesh fëmijët e tu. Mirë, po çka ndryshon ai aspekti i moshës. Do të kitë të jenë një moshë e kështu me radhë. 33 vjeçar apo? Po, 33 vjeçar në bukurinë e Jusufit alayhis salam e kështu me radhë. Bile dhe në lartësinë e Ademit alayhis salam. Tham që do të jena me trup më të ndër. Allahu subhanahu wa taala thotë. Më fal vesh pak, sepse për shikues të jenë të qartë. Nalësia e Ademit ka qenë afro 40 metra apo? Po, 33 dikon. 33. Po, 30. Çati dikon domethënë. 60 burilla. Gjigant do të jemi inshallah. Se burili është për shembull 50 cm, i vin dikun te 30. 60 kësi. Po, 60 burilla, po. Ashtu ka ardhur në hadith, në burilla ka marrë. Po, ndjes. Allahu subhanahu wa taala çka thon Kur'ani? Jannatu adn yadkhulunaha man saluha min dhurriyyat man saluha min abaihim. Fal. Jannatu adn yadkhulunaha man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Allahu subhanahu wa taala thot, do të hyjnë në xhenet dhe ata të cilët kanë qenë të mirë sikurse këta, pra kanë qenë të mirë. Janë përgjigj urnave të Allahut subhanahu wa taala, kanë qenë rrugë të Allahut subhanahu wa taala. Këto prej baballarëve të tyre, grave të tyre edhe çka familjes së tyre. Kjo një ajet që na tregon neve që do të jenë bashkë familjarët. Pastaj ka thënë walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin. Ata që kanë besuar dhe edhe pasardhësit e tyre u janë bashkangjitur në këtë besim, pra me iman. Çka? Alhaqna bihim dhurriyyatuhum. Neve do t'i bashkangjisim familjet e tyre me ta. Pra këto janë dy argumente të qarta që na tregon Allahu subhanahu wa taala se neve do të jemi bashkë me familjarët tonë, por kusht është imani. Kusht është besimi. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Kusht është imani i cili neve do të na bashkon. Edhe pse Ibn Abbas kur flet për këtë, çka thot për këtë ajet? Se Allahu thot ne do t'i ngjesim, do t'i bashkangjesim pasardhësit e tyre me ta. Çka thot Ibn Abbas? Thot kjo na bën neve me dije se ne dim shumë që njerëzit nuk do të jenë me një shkallë në xhenet. Ndoshta baba shumë më i mirë ka qenë se djali. Mirë po të dy besimtar. Mirë po baba ka qenë shumë vepër mirë, me iman të lartë, ka qenë shumë analt. Ky ajet thot neve na bën me dije dhe na gëzon se Allahu subhanahu wa taala nuk e bën që këtë ta zvesë poshtë. Jo asnjëherë. Po kët fëmijën e tij apo fëmijët e tij do t'i ngriten lart. Që neve na bën me dije Allahu subhanahu wa taala që do të bëhet kjo lidhja familjare do të bëhet shkak që dikush që shumë ulët në xhenet ngritet te penalt e familjarët e tij. E kjo shumë çështje gëzuese dhe përgëzuese për besimtarin. Me qenë se këtë kemi me qenë me një mosh, çish do të bëhet dallimi baba, nona, as ka lidhje. Ajo tjetër perimetër. Nifet. Ti shpirti është i njëjtë. Pra ne tham që shpirti largohet edhe kalbet trupi. Mbetet vetëm një kokër që është në bishtin kurizor. Edhe do të shërbejë ditën e gjykimit si do bjerë domethënë shiu i madh, do të shërbejë sikurse pema që rritet, do të rritet trupi jon. Domethënë parametrat e ahiretit do të rritet. Pastaj do të kthehet i njëjti shpirt, i shpirti nuk vdes. I njëjti do të kthehet në trup. Pra do të kemi na kujtim do ta përmendim inshallah se si do të jetë komunikimi me xhenetlive mes vetë kështu me radhë. Këto janë gjëra domethënë çka duhet me i cek patjetër. Po. E këtë doshta, kjo e pyetja e radhës. A do të bisedojmë në xhenet, banorët e xhenetit, për gjërat e kaluara të dunjos? Po. Kjo është pyetje shumë me vend se ne e dim ka kënaqësi për shembull, ne sidomos si meshkuj, po edhe femrat me siguri kanë të njëjtë. Çeta kënaqësi kur del për shembull shëtitje me familjen, çeta kur del me vëllezërit e tu. Do të thonë janë dy gjëra të ndryshme.
nuk ka nevojë aty të përzihemi, kupton? Kjo është kënaqësi tjetër, kjo është kënaqësi tjetër. Edhe ka njeriu ka shokin e vet në ngushtë, apo një motër e ka shoqën e vet në ngushtë, e do shumë. Krejt gjërat i kanë kalu bashk. Po. E tash për një kohë nuk shifen asgjë. Ndoshta njëra shumë më lart që ta më poshtë apo ai personi. Po, E thot Allahu subhanahu wa taala, i dërguar sallallahu alaihi wasallam e përmend dhe thot momentin kur këto të shkojë mendja, po i kujtohet filani. E kom pas shumë shok. Ku është ai? A din që është prej banorëve të xhenetit. Mirë, po nuk e kam në pranë. spektakol. Prej asaj që përmendëm më herët, tham që për të plotësuar tash dhuntia e këtij personi, shefesh ka thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot koltuqet të cilat janë duke u kënaqur, do të lundrojnë, ai do të vjen këtu, ky do të shkojë afër tij. Do të afrohen atë shumë sa do të ashohin njëri tjetrin. Pra kulturë komplet ngritet edhe lundron. Shkon afër atij tjetrit, pra afër shokut të tij, të cilin ki e kërkon, pra i ka shkuar ndërmjet filani. Çka u bë me ta? Thot do të afrohen kultuqet, do të afrohen afër njëri tjetrit dhe thot atë do të nisin do të bisedojnë njëri me tjetrin. A mban mend filan vendin kur Allahu na fali neve filan mëkat. Thot po, bile dihet e vendin edhe çashtin ku neve e bëmat gjuna apo bëmat vepër, pastaj çka i kërkojmë Allahut, o Zot na fali dhe Allahu na fali. Pra do të ketë bisedime mes tyre për gjërat e kaluara kësaj bote. Kjo është e vërtetuar në hadith. Dhe kjo është kënaqësi, një prej kënaqësive të xhenetit. Pa do ta kujtoj se çka kena bëu tri, por alhamdulillah u kthim në rrugën e Zotit. Kërkojmë falje prej Allahut, Allahu na fali. Pra bashkë kështu tekstualisht e përmend pejgamberi, tha do të përmendë njëri tjetrit do të përmend, ama mend filan vendin ishim ne. Pastaj kërkojmë Allahut falje dhe Allahu na fali. Pra do të ketë bisedime mes tyre dhe takime mes tyre. Alhamdulillah. A do të bisedojmë me Allahun në xhenet, nëse jemi banor xhenetit, inshallah taala. Po, Allahu subhanahu wa taala këtë ka përmendur edhe në Kur'an. Na ka treguar që Allahu subhanahu wa taala do të bisedon me banorët e xhenetit. Thot një prej ajeteve që përmend Allahu subhanahu wa taala është se i prej haditheve, prej haditheve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa taala do t'i pyet xhenetlit. Dhe do t'u thot a jeni të kënaqur me çka u kam dhënë? Po. A tu shtoj diçka? Përgjigjja do të jetë çka mundesh të na shtosh më tepër. Këti Na ke kena. largu prej xhenemit, na ke shpëtuar prej xhenemit, na ke funë në xhenet. Dhe këtu i kena mirësitë të plota. S'ka Dhe më shumë. na ke zbardhu fytyrat, pra ka ardhur në hadith. Edhe na ke zbardhu fytyrat. Çka mund të kërkojë njeriu më tepër? Thot me një transmetim, thot ka edhe më tepër. Prej sa të që unë do të jemi kënaqur me ju edhe asnjë nuk do të hidhrom me ju. Pra nuk ka hidhrim më prej meje për ju. Kjo është e fundit. Në hadith tjetër thot që ka në ledejna mezid në jetin e Allahu subhanahu wa taala, pra Allahu thon Kur'an, për ata do të ketë gjithçka në të dhe do të japim edhe më tepër. Dietarët kanë thënë kjo më tepër çka është. Edhe ka përmend Allahu i dërguar sallallahu alaihi wasallam në hadith kutsi, ku Allahu tregon se Allahu do të flet me ta. Njëjtë sikur në hadithin e parë, do të flet me ta dhe do të thotë a ka diçka që mund të vazhdoj mirësi. Njëjtë përgjigje. Kreti kena. Çka mundna me kërku më tepër se çka. Atëherë thotë do të largohet perdja, që është pengesë mes Allahut dhe banorëve të xhenetit. Dhe kur do ta shohin Allahun subhanahu wa taala, atëherë do ta shohin që paska të kënaqësi edhe më të madhe. Pra ta shikosh fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, ta shikosh Allahun i cili është krijues për të cilin kret ke jetuti. Pra për të cilin ti jeton, i cili do të dënon me xhehenem apo do të jep shpërblim me xhenet. Ti do ta takosh Allahun subhanahu wa taala i cili është krijuesi i botrave, është krijuesi i njerëzimit, është krijuesi i cili për të cilin jetojmë ne. Do ta mundson Allahu subhanahu wa taala shikimin e tij. Do të thon prej që pak e mojmë men jetën e kena e flasim, e bisedojmë çështën e Allahut. Allahu, pastaj namazin ketë për Allahun, vepra, jeta ketë për Allahun, vdesmi, dita e gjykimit edhe hop në xhenet inshallah nëse jemi banu. Edhe sheh Allahun au çfarë ndjenjë. Largohet e perja dhe shohim Allahun. Kjo nuk. Ashtu si është Allahu. Po, ashtu si është. Ashtu si. Fytyrën e Allahut. Po, ashtu si është. Do si takon Allahut. Kjo shumë rëndësishme, domethënë se temë gjatë çështë. Po spohim atë, spohim atë. Do ta shohim bash Allahun, bash mbarjen e tij që e ka. Si takon atij. Jo si ne mund ta fytyrojmë të parandim asnjëherë. Mirë po Allahu do të është hadith kutsi i vërtet që Allahu do ta largon perden, edhe pastaj kur ta shohin Allahu subhanahu wa taala do ta shohin që pas ka diçka më tepër se xheneti. Edhe pse xheneti tham, mirësi më të madhe nuk ka shansa të ketë. Mirë po kjo është edhe më tepër se kaq. Allahu na mësoj, Allahu na mëson. Allahu na mëson.
Shkoj me pyetjen e radhës se për këtë temës xhenetit. A do të rrim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet? Nëse jemi banor të xhenetit, inshallah taala. Pyet, po, kjo është pyetje që kanë pyetur edhe sahabët pejgamberit. Problem transmetohen domethënë nga Aisha, thotë edhe një burr të i dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tha, o Resulullah. I tha, unë me të vërtet du shumë ty. Shumë du. Bile thotë kur shkoj në shtëpi, edhe të kujtoj, së nri pa me artmet pa. Vi dhe ço dhe kënaqet të zemra. Mirë po thotë, kur e kujtoj vdekjen. Thotë ti do të jesh ngrada me pejgamberët, me profetët. Ndërsa thotë unë, si njëri i thjesht, do të jem shumë mahur. Çka ti bëjmë kësaj? A unë du të çoa gjë. A e di që ti je shumë lart. Atëherë thotë priti pak pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk ndal, derisa i zbritën ajetet Allahu subhanahu wa taala, "Wa man yuti Allaha wa rasulahu, fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Thotë ki ka qenë edhe shkak i zbritjes të ajetit. Pra është ndal pejgamberi sallallahu alajhi wasallam derisa ka ardhur Xhibrili. Edhe ka bë me dije se ata të cilët i binden Allahut dhe të dërguarit të tij, çka? Alhamdulillah. Irhamukallah. Ata të cilët i binden Allahut dhe të dërguarit të tij. Me ka do jenë ta? Me në nëbi, do t'jenë në shoqërimin e profetëve, wa siddiqin, njerëzve të mirë, prej tyre Abu Bekri, wa salihin, njerëzit e mirë, wa shuhada, pra edhe shahidat. Pra ky është argumenti i qartë që Allahu subhanahu wa taala do të na mundson neve të shoqërohemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sepse e dojmë shumë, bile dojmë më tepër se vetët tona. Prandaj edhe lutim Allahu subhanahu wa taala që të na bashkon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe kushti nuk është i madh. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij. Musliman. Do të jetë këto njerëzit. Po. Agjerus. Po. Kush është Islami? Nuk jam më shumë, nuk jam më tronta. Mirë po, çe shejtani është në anën tjetër që lufton më të madhe. Që të largon njerëzit. Se nuk është e rëndë. Ai që përmendën fillimat Bedewini. Po. Ka thonë as nuk shtoj as nuk paksoj. Çfarë do të shohim ekip obligim? Po, nëse është i sinqert në këtë që thotë, do të jenë në xhenet. Domthon argument nga ana e pejgamberit, vul. Bëni këto, do të jenë në xhenet. Para meno për shembull Allah na mëson të jemi banor xhenetit. Kur ti tregojmë Resulullah sallallahu alaihi wasallam se ne jena 5000 kilometra, 6000 larg vendlindjes, larg Mekës, jena shqiptar. 1500 vjet mas vdekjes tonë të kena besu, jena mundu me praktiku rrugën tonë. Pa e di se ka një rast ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë me sahabët. Dhe ka thonë, ka marrë malli për vllaznit e mi. Edhe ato ka thonë sahabët, ja Resulullah, si jena një vllaznin tu? Jo, ka thonë një shok të mi. Vllaznit e mi janë ata të cilët vinë pas meje, asëm kanë pa, asëm kanë dëgju, po besojnë në profecinë time. Pra Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka thujt vëllezër. E kjo inshallah Allahu na mundson që të jemi prej vëllezërit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe na do ta takoftë në xhenet me të. Amin inshallah. Hoxh, si do të jetë ushqimi në xhenet? Ka ushqim domethënë si gosti, që ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ushqim që është si gosti, fillim sa të hinë tiri, e ke pa kur hiç diku në fillim, ka fillim aty për gostitje. Pastaj vjen darka e madhe. Fillimisht është përmend domethënë thuhet ziyadat kabidil hut. Ne të njerëzit nuk është bashkë theksuar te mëlçia, mirë po te balenat është mëlçia gjathë, mëlçia çmajt, edhe është një mes një pjesë mishi. Ajo është thonë më e lezetshme. Ajo do të jetë gosti për xhenetlit kur do të hinë fillim. Pra, ushqim për gostitje, me se keni ardhur në xhenet, do të jetë kjo, bile do të jetë edhe një mish prej një demi i cili ka hongër prej skajeve xhenetit. Është ushqim me skajet e xhenetit, domethënë prej bafshë xhenetit, mirë por skajet e xhenetit. Ashtu ka ardhur hadith. Edhe kjo do të jetë prej ushqimeve të para. Këto janë si gostitje. Mirë se keni ardhur, banot e xhenetit, selamun aleikum, do t'ju jepet selam, nga melekën, nga vet Allahu do t'ju jepet selam, edhe bujëm tash hani nga ushqimet më të mira. E pastaj ka domethënë është përmend në Kur'an janë përmend shumë ushqime, prej ushqimeve është përmend lahmi, pra është përmend mishi i shpenzëve. Janë përmend disa frute që tham, disa frute me emra të mirë, po shega është përmend, është përmend domethënë hurmat janë përmend, si nakhl, si pemë. Pastaj janë përmend edhe pire ndryshme janë përmend, vejna, frutet e ndryshme, fakje,
Pra prej fruteve është përmend fakja, domethënë hin krejt llojet e frutave. Mirë, po këtu tham vetëm emrin e ka të njëjtë. Domethënë mund ta ketë edhe emrin ngjajshëm, shembull rumani, shega që përmend. Po. Ajo e dim çka është shek. Mirë, po mund të mos na shkojnë në mend se është e njëjtë në shije. Prandaj atje shijet janë ndryshe. Për shembull për pirjet e xhenetit. Allahu subhanahu wa taala jo si gostitje vetëm të pim, ka bë lumej të tërë për të pi. Lumej të tërë që janë lum prej qumshtit, lum prej bile qumshtit për qumshtit çka ka përmend Allahu subhanahu wa taala në Kur'an. Thot lebelin lem yataghayyar ta'mu. Thot ka lumej prej qumshit i të cilit çka nuk i ndryshon shija. Nuk i ndryshon shija, se e dini qumshi pak si trinë pa frigorifer, me njerë prishet. Allahu këtë ndjen që neve, se si cili prej neve ndoshta ka provu, kur qumshi është i prishet. E ka përjetuar të keqen, atë sikletin. Me dijen apo Allahu thotë jo, ky qumshi nuk është ashtu. Ki nuk prishet asnjëherë. Pasi thotë edhe majn gajra asin. Po thotë edhe ka edhe lumej prej ujtit, mirë po çka ujti? Nuk i ndryshon çka era. Nuk i ndryshon era. Te qumshi përmend shijen, te ujti ka përmend erë. Te vera përmend ledhetun lisharibi. Për verën thotë do të jetë e lezetshme për atë çepin. Vera do të jetë do të kënaqesh kur ta pish verën e atjeshme. Bile pejgamberi sa shpesh e përmend ai i cili pin këtu do t'i pamundsohet atje. Sikurse edhe për veshjet, ai i cili e ban mandafshin këtu prej meshkujve, nuk do ta vesh atje. Pra këto janë gjërat e cilat neve na sistematizojnë jetën. Pra të kena rregull në jetë. Mos jetë jeta jonë shtazaraka, domethënë të jetë si kafshë vetëm për tu kënaqe, për tu dëfrije jo. Nena ma lart se aq. Nena njerëz që Allahu na ka dhënë mend dhe dim ta dallojmë çka është e mirë, çka është e keqe. Pra përmenden gjëra përmenden edhe xhenxhebili, pra xhenxhefili. Do të ketë edhe pije thot Allahu subhanahu wa taala mizajuha xhenxhebila. Pra sa i thot mizajuha kafura në një vend tjetër. Pra do të ketë pije e cila në përmbajtjen e vet do të ketë xhenxhebil. Xhenxhefil që i thonë gjuhën apo këto maqedonët i thonë xhumbur. Xhumbur. Pastaj do të ketë edhe kafur. Kafuri është interesant se është një pemë në Azi. Në Azinë jugore, bile është një pemë e madhe. Bile thuhet që rritet deri në 50 metra e lartë. Prej asaj nxirret kjo kafuri. Bile kafuri në më herët është përdorur domethënë si antibakterial, edhe kundra viruseve kështu me radhë. Mirë po përdoret edhe çka, edhe gjatë qefinjosës është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të përdoret. Kafuri është një substancë e cila është e bardhë, duket sikurse kripa kur nxeshet, kur nuk ka më ndame, apo si sheqeri ku të bëhet bashk, që do ta ndahesh pastaj me lugë. Çashtu përgjan edhe kjo kafuri. Mirë po ka shumë erë të fortë. Edhe erë të këndshme. Edhe përdoret domethënë do të jetë edhe prej pijeve të xhenetit. Kjo si pije. Pra përmenden shumë gjëra tjera, por këto janë ato çka më shumë ti përmenden. Allah na mësoft të shijoj, ja rap. Hoc për fund, një pyetje të fundit e kam. Nëse ndonjë person që e ke dashur ka përfunduar në xhenem, ndërsa ti je në xhenet. Si do ndodhi çështja? E kjo pa problem. Kena përmend apo e ka përmend i dërguari sallallahu alaihi wasallam dialogun që do ndodh mes Ibrahimit alayhis salam dhe babas së vet. Baba vet ka qenë qafir? Po, qafir. Ka qenë domethënë ka vdek, ka qenë njeriu i cili ka prodhu idhujt. Edhe pejgamberi Ibrahim alayhis salam shpesh e ka përmend dhe i ka thonë o ja beti o baba. Mos e adhuro shejtan, la ta'bud shejtan. Mos e adhuro shejtanin. Shejtani është ti vetë me dorët e tua. Ai as nuk bën dobi, as nuk bën dëm. Pra nuk të bën as dobi as dëm. Nuk ka në dorë kur gjë. Ti vetë ke ndreç. Si ka mundësi të bëjë diçka. Mirë po çka nuk besoj. Në fund këtyre ajeteve Allahu subhanahu wa taala thot i lutet Ibrahimit alayhis salam Allahu subhanahu wa taala dhe i thotë di la tukhsini yawm al-qiyamah. Mos më dëshpro ditën e gjykimit. Vjen tash ditë e gjykimit. Edhe vjen koha kur takohet Ibrahimi alayhis salam me babën e vet, Azeri. Edhe tash ai pranove xhehenemit. Këtë dini Ibrahimi alayhis salam, bile ka ndaluar që të lutet për to. Fillimisht është lut, pastaj ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala më vonë që të lutet për to, sepse është kafir, është jo besimtar, do të hyjë në xhehenem për gjithmonë. Mi po ka ana që të thotë, nuk premtove o Zot, pra në këtë dialog, thotë nuk premtove Zot që nuk do të mërzitesh ditën e gjykimit. Ta si ti e baba jam në xhehenem për gjithmonë, kjo mërzi për mua. Thotë subhanallahu në hadith ka ardhur, thotë do ta çndron babën e atij në një hardhuc ad-dubu
është një hardhuc e shkretetirës tokave arabe, që lejohet të hahet, por pejgamberi asnjëherë s'e ka hungur. Mirë po është një prej hardhucave, që është e beçme, dhe është shumë, do më thonë, budale, i thënë. Ahmak në gjuhën. Do më thonë, nuk s'kap kurkundi. Edhe me qëllim thonë dietarët do ta shndron babën atij, pa e ditë Ibrahimin e sa. Ende duke u menduar për këtë çështje, do t'i thotë Zoti shif poshtë. Do ta shef një hardhuc, edhe do ta dinë që është babë vet. Edhe thotë do të mirret ai hardhuca, dhe do të hudhet në xhenem përgjithmonë. Dhe kjo do t'ia lecon atij që mos ta ndjej atë mërzinë që ka pas gajles se do ta ndjen. Kur e ka pas se është në formë kafshësh më të beçet edhe më të tulët, thotë nuk e ndjen fare dhe hudhet në xhenem, dhe kështu ja ul atë pjesën që ka. Pra kur kjo ndodh për babën e një profeti, mos flasin për njerëz të tjerë. Mos flasin. Bile pejgamberi ose edhe për babën e vet, një sahabit i ka thonë baba yt dhe baba im do të jenë në xhenem. Kjo është ajo realiteti. I biri i Nuhit alayhis salam do të jenë në xhenem. Nuk kjo afërsia familjare nuk ndikon kurrë. Nepotizëm. Jo, po sidomos kur është çështja për kufër. I mosbesim. Edhe Allahu i thot Ibrahimit alayhis salam kur e bën këtë ndërmjetësimin që çka do bëjmë tash me babën tim. I thot in Allah harramahuma al kafirin. Ka në ajet e lexojmë për ditë. Domethënë e lexojmë deri në ditët e sotit. E lexojmë ajetin Allahu ka ndaluar xhenetin për qafirat. Pra ti e din shumë mirë këtë rregull, ka thënë. Pastaj ja mundson që t'ia shndron në atë kafshë dhe e hedh në xhenem dhe nuk e ndjen atë dhimbje Ibrahimi alayhis salam. E rëndësishme personi i cili do të jetë banori i xhenetit. Nuk do të ndjen mërzia që është tash unë s'kam u kënaqur se e kam në dashëm xhenem familjar. Po jo, e përmendëm në fillim dhe përmendim edhe një që ta kenë qartë. Po dhe, çto? Dhe me thonë, el khilau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. E khila, është pjesa, do thonë miqësia më e madhe që ekziston. Khalil, ti je i Khalili dikujt. Do thonë miku më i afërt i jot. A ditë thotë do të jenë armiq njëri tjetrit. Këtë e bën Allahu subhanallahu që mos ta ndjesh këtë. Do të thonë ditë do të jesh armik i tij. Pse? Se ai është kafir. Ai nuk e ka besuar Allah. Nuk e ka ndjekur rrugën e Allahut subhanallahu. Se si ka mundësi një njeri i cili nuk i përfil urdhën e Allahut të jenë në xhenet. Që Allah e ka kriju për ata të cilët kanë pas siklet, do të thonë nuk është lenë ti jesh musliman. Po da. Nuk është edhe rënë, po edhe nuk është lenë, sidomos kohët e sotit. Nuk flasim në aspektin e kryerjes së obligimeve se nuk janë të rënda ato. Po në përgjithësi, halali, harami, bën e këtë mos e bën këtë, shkaqje, mos shkaqje, domethënë kjo bën, kjo s'bën. Këto gjërat janë njeriu në shin sistem. Kjo nuk është keq. Po nuk është e dashur për nefsin. Për epshin kjo është, domethënë vënia e kufive, epshin e ka armik më të madh. Për këtë arsye e lutem Allahun se na bën prej banorëve të xhenetit dhe krejt këto që i përmendëm, domethënë dashamirë që të bëjmë davet sa janë gjallë, se pastaj se ni shohim asnjëherë më. Ja valla. Mund vetëm të shohim se i banon xhenemit që tallana me to. Po. Apo që të gëzohemi që neve nuk jemi prej tyre, mirë po se do të na vijnë gjina për to, jo. Ja. Nëse na vjen gjina derisa janë gjallë, çfarë do bëjmë davet, të kthehen rrugën e Zotit, të bëjmë dua bile më shumë e pastaj t'i thirrim në rrugt të Allahut subhanahu wa taala që ti kena bashkë me xhenet. Inshallah Allah na mundson neve të him xhenet e të gjithë muslimanëve. Amin. Hoxha Allah të shpërbleft, kishte një mision u kënaqja valla. Mile me kon ale këtë podcast të vish për xhenet me fol. Po është temë që duhet. Kënaqna. Është temë që e kanë përdorur sahabët subhanallahu. E shef sa të kënaq. Vallai të kënaq. Është temë e cila duhet të përsëritet shpesh. Me shokin, me çat Khalilin që i kemi atë afër. Folme për xhenetin. Folse të nxit për punë të mira, të nxit që të largohesh prej punëve të këqija. Jo rastësisht janë unë dy prej sahabëve kanë thonë, ato kanë qenë dietar ndaj. A ta përkujtojmë pak Allahun, ta përkujtojmë pak xhenetin. Të folin pak për këto se këto janë gjëra reale. Nëse nuk flitet për to, se janë edhe gajb, gjëra të fshehta, janë reale për të fshehta. Nëse nuk flitet njeriu habitet, humbet mbas. Po valla. Mos e dënjos. Prandaj do të non stop të kena shoqëri, apo të shoqërohemi me njerëz të cilët kanë këtë dert. Dhe që na përkujtojnë vdekjen, na përkujtojnë ahiretin, na përkujtojnë xhenetin, xhenemin dhe kështu me radhë. Allah i shpëlojë hoc sefullah. E inshallah shifemi prap. Inshallah Allah e shpëlojë të juve. Kjo pra ishte emisioni me hoxhën e nderuar Seifullahun, shikues të nderuar të Audio Nurit dhe Klan Maqedonisë, shifemi javën e ardhshme. Selam aleikum.